Tash e kemi pikën e 15, shqyrtimi propozim vendimit për rialokimin e mjeteve në Ministrinë e Kulturës dhe Turizmit me kod 207 për zbatimin e programit masat preventive intervenime emergjente në për komunat ndryshme, rekonstruktimi i xhamisë së Djegur të Ibrit, xhamia e Boshnjakëve në Mitrovicën e Veriut, paraqet një hap me rëndësi për ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe fetare si pjesë e identitetit historik dhe diversitetit kulturor të Kosovës. Kjo xhami ka vlerë të veçantë për komunitetin lokal dhe përfaqëson një simbol të bashkëjetesës, kujtesës dhe trashëgimisë së qytetit të Mitrovicës. Në këtë kuadër, Ministria e Kulturës dhe Turizmit ka propozuar realokimin e 50.000 eurove për realizimin e projektit të rekonstruktimit të saj në përputhje me programin për mbrojtjen dhe ruajtjen e trashëgimisë kulturore. Nëpërmjet këtij investimi synohet ruajtja dhe restaurimi i një objekti me rëndësi historike, kulturore dhe shoqërore për qytetarët dhe komunitetin lokal, por i cili natyrisht së pari ka nevojë për rindërtim. E ky rindërtim për projektim për çfarë ja kaloj fjalën Ministrës Kulturës dhe Turizmit, zonjës Saranda Bukujevsi. Faleminderit të nderuar kryeministër. Ministria e Kulturës dhe Turizmit si institucion përgjegjës për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore ka zhvilluar programe që synojnë ruajtjen dhe trajtimin e aseteve të trashëgimisë në të gjithë territorin e Republikës së Kosovës. Programi Masat Preventive Intervenime Emergjente është pjesë e planit zhvillimor kombëtar të Qeverisë së Republikës së Kosovës në kuadër të masës strategjike për ruajtjen dhe menaxhimin efektiv të aseteve të trashëgimisë kulturore. Bazuar në ligjin për ndarjen buxhetore të Republikës së Kosovës për vitin 2026, përkatësisht në enin 13, ku përcaktohet se fondet e ndara në Ministrinë e Kulturës në projektin kapital masat preventive, intervenime emergjente mund të realokohen në projekte të reja pas aprovimit nga qeveria. Paraqesim kërkesën për realokimin e mjeteve në vlerën prej 50.000 euro nga ky projekt në rikonstruimin e xhamisë së Djegur të Ibrit në Mitrovicën e Veriut. Miratimi i kësaj kërkese do të mundsoj fillimin e procedurave për hartimin dhe zbatimin e projektit në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe duke u bazuar në këto arsyetime kërkoj aprovimin e juaj. Faleminderit Ministrës Saranda Bukujevsi, do fjalën dikush për diskutim. Ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet.